A kemi obligim me dhënë selam një të krishteri apo jo musliman, jo besimtari? Selami nuk është obligim. As muslimanit me i dhënë nuk është obligim. Me i dhënë dikuj selam, pra një muslimanit me i dhënë selam është sunet, nuk është obligim. Pastaj ai me kthy selamin është obligim. Domethënë, çaj që e nis tjetrit e ka sunet me i dhënë selam, ai e ka obligim me e kthy, e ka farz. Pra kthimi i selamit, dhënia e selamit është sunet, kurse kthimi është farz. A lejohet me i dhënë? Lejohet. Me i dhënë lejohet edhe me i kthy të krishterit, e kam fjalën. Por jo besimtari nuk e di me çka synon ti me fjalën jo besimtar. A synon një për shembull as krishter as hebrej, budist ose zjarr adhurues ose ku e di çka. Kjo, nga një anë. Nga ana tjetër, mos po synon ti rastisht me ta ata të cilë kanë dalë nga feja. Për shembull, dikush ka dalë nga feja, ka qenë musliman dhe është bë ateist, edhe ka fillu ka mohu islamin. Këtë kategori, pra, nuk e di. Nuk e di. Mirë po, nëse t'jep selam një krishter ose një hebrej, lejohet me ja kthy atij selamin, pra të thotë selam aleikum, ti thua aleikum selam rahmetullah. Është një transmetim ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë disa hebrejve wa aleikum, vetëm kaq. Mirë po, ka raste kur e ke kuptuar dikush edhe thotë nëse t'japin krishterët ose hebrejt selam, ti duhet me ja kthy, pra të thojnë ata paqja qoftë me ty, ti me ja kthy edhe mbi juve. Vetëm kaq. Jo, e saktë është ti me ja kthy tamam wa aleikum selam. Pejgamberi ju ka thonë aty se ata nuk i kanë thonë selam aleikum, po e kanë minusu shkronjën l të fjala selam, kanë thonë sam, assalamu aleikum. E fjala assalamu aleikum i bjen helmi, dhe më thonë vdekja qoftë mbi ty. Vdekja, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë dhe mbi juve. Aisha shu edhe i ka mallku, ka thonë qoftë vdekja, shkatrimi, mallkimi Allahut mbi juve, i thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lejo, Aisha. Apo është që unë ja u ktheva. Atyne nuk e pranën Zoti, lutjen e mu me pranën. Prandaj ngritja e dispozitës së selamit karshit krishterëve ose hebrejve në këtë hadith nuk qëndron. Pra, kjo është rast specifik që dikush e ka mallku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe e ka kthu aleikum. Neve nëse dikush nga të krishterët ose hebrejt na jep selam, na i themi aleikum selam, paqja qoftë mbi juve, na duam paqe për çdo kënd.